dhe ndjehet i përbuzur në nevojën e vet që drejtësia për 21 janarin të vihet në vend. Unë i mirëkuptoj plotësisht dhe nuk e pretendoj mirëkuptimin reciprok prej atyre që çnuk komentojnë dhe akuzojnë me gishtin e ngritur në drejtimin ton dhe drejtimin tim posaçërisht kur vjen fjala për pandëshkueshmërinë që mban peng 21 janarin. Por u them se unë ndjehem po njësoj i zbrazët në shpirt dhe i dobët në pozit, kur shoh se si kaloi edhe një vit tjetër dhe 21 janari rierdhi. Përsëri me hijen përqeshse të padrejtësisë madhe mbi shpinën e vet. Sot burgjet e Shqipërisë mbajnë me taksat e shqiptarëve më shumë të paraburgosur, do me thënë njerëz të plasur në përqeli pa gjyq, sesa njerëz dënuar me vendim gjykate të formës prerë. Dhe një pjesë e madhe e të paraburgosurve janë viktima të karshillëkut hatashëm ndaj lirive dhe drejtave të njerëzit, nga ana e prokurorëve të çdo niveli dhe gjykatësve që shpesh i vjen nga mbrapa prokurorit si delja dashit përçor. Një panoramë trisht e një drejtësie të dënuar, ku 21 janari është ana tjetër e medaljes, ajo e drejtësisë së vonuar. Me përgjegjësit kryesor të tragjedisë që mezi u thirrën për t'u pyetur për herë të parë muajt e fundit, pas thuajse 15 vjetësh se 15 vjet bëhen sot. Unë e kam ditur dhe e kam thënë, është në shumë kronika apo intervista që në kryet herës se 21 janari si një krim shtetëror hyn tek ajo kategori krimesh për cilat historia na mëson se drejtësia vonon shumë. Por ama nuk haron kurrë. Është shumë interesante historia e krimeve shtetërore, sepse nuk rezulton asnjë krim shtetëror i pandëshkuar. Por, nga ana tjetër, është shumë evidente në analet e asaj historie se sa shumë vonon ndëshkimi për një krim shtetëror. Por ama edhe me orvatjen për të gjetur ngushëllim tek historia e botës demokratike ndaj krimeve shtetërore, nuk e kam menduar, them të vërtetën, që reforma në drejtësi, për cilën 21 janari si nevojë prioritare e jona për drejtësi, ka qenë njëri prej burimeve të energjisë dhe të vendosmërisë son për ta çuar përpara të reformë. Dhe pastaj strukturat e reja speciale, krejtësisht të pavarura që u krijuan në kuadrin e reformës drejtësi, nuk do të ngrinin, e pa imagjinueshme për mua, asnjë akuzë vërtet për 21 janarin, as pas 15 vjetësh nga vrasjet mizore në bulevardin kryesor të Shqipërisë. Fatkeqësisht, për vite me radhë, edhe vetë spaku bëri sikur kjo çështje nuk ekziston. Pavarësisht se bëhet fjalë për krye çështjen mes çështjeve të lidhura me abuzimet dhe pushtetit politik në Shqipëri, të cilat spaku merret drejt për drejt. Ndërkohë që kur i është dashur, ka hetuar dhe ka ngritur akuza pa humbur asnjë vit për çështje të hapura edhe me një letër anonime, apo ka konsumuar kohë dhe energji me vite, duke mbajtur peng punë
me interes shtetëror dhe punonjës shtetit, me çështje të cilat janë aq të sforcuara sa mund të shkruen romane satirike, jo vendime gjyqësore të formës prerë. Fajësie. Ishte i paepuri Mark Nika, ungji i të ndjerit Alex Nika, që e çoi kryeçështjen në 20 janarit deri në Strasburg dhe e riktheu kësaj gurin mbi varrin ku drejtësia e kishte kyçur 20 janarin pas një farse të shëmtuar kriminale si ai gjyqi që me demek u bë lidhur me vrasjet. Vetëm ashtu dhe vetëm fal këmbguljes së familjeve të viktimave përmes Markut, dosja e krimit më të egër të historisë demokracisë shqiptare u rivendos me detyrim përcaktim në tryezën e Spakut, ku Marku dorëzoi dhe një material autentik zërash të regjistruar në vendngjarje nga kanalet e komunikimit të forcave të sigurisë, të cilin prej vitesh e mbante fshehur nga mosbesimi total ndaj institucioneve të drejtësisë dhe natyrisht nga ndroja se mos ai material humte në thonjza, siç në thonjza janë humbur plot gjurmë. Po ndërkohë 20 janari ka një specifik. Ndërkohë që gjurmë të shumta janë humbur, ujku është krejtësisht i dukshëm në sytë të gjithëve.